Përshëndetje të gjithëve. Sot do t'ju tregoj një histori që është ndërlikuar, e mbushur me emocione dhe ndjenja që nganjëherë nuk priten. Unë jam një burr 45 vjeçar, i divorcuar dhe me një vajzë të mrekullueshme 20 vjeçare, e cila ka qenë gjithmonë pjesë e jetës time më të çmuar. Por jeta ka mënyrën e saj të çuditshme të ndërlidhjes së rrugëve tona. Papritur, zemra ime ra në një vend që nuk e prisja. U dashurova me shoqen e vajzës sime. Një histori ku emocionet, dilemat dhe pasionet përplasen, duke më detyruar të përballem me veten time dhe të marr vendime që do të ndryshojnë gjithçka rreth meje. David ishte një burr 45 vjeçar, i divorcuar prej disa vitesh, me një histori të gjatë dashurie dhe zhgënjimesh. Jeta e tij kishte kaluar mes përpjekjeve për të gjetur paqen dhe për të përqendruar tek vajza e tij, Esmeralda, e cila sapo kishte mbushur 20 vjeç. Për çdo njeri që e shihte jashtë, David duke i qetë, i mençur dhe i matur. Por brenda tij, një stuhi ndjenjash gjithmonë po trazonte mendjen dhe zemrën e tij. Esmeralda ishte një vajzë mrekullueshme, e mençur, e bukur dhe plot energji. Ajo ishte gjithmonë bota e Davidit, dhe përkundër ndarjes me ish bashkëshorten, ajo ishte lidhja më e fortë që ai kishte me të tashmen dhe të ardhmen. Por jeta, si gjithmonë, kishte vendosur të luante një lojë të çuditshme me të. Gjithçka nisi një ditë pranvere, kur Esmeralda solli në shtëpi një shoqe të ngushtë të saj. Ana, një vajzë e bukur, me flokë të gjatë kafe dhe një buzëqeshje që mund të ndriçonte edhe dhomën më të errët. David nuk kishte menduar kurrë se një takim i thjesht do të ndryshonte gjithçka. Por nga çasti që Ana hyri në shtëpi, diçka brenda tij ndryshoi. Nuk ishte vetëm bukuria e saj fizike. Ishte mënyra si qeshte, si fliste dhe si përqendrohej tek çdo detaj që bënte Esmeralda e saj të lumtur. Në fillim, David përpiqej të bënte sikur nuk ndodhte asgjë. Ai ishte i ndërgjegjshëm për moshën e tij, për rolin e tij si baba dhe për kufit që morali i jetës i kishte vendosur. Por zemra, që shpesh nuk ndjek ligjet e arsyes, filloi të rrihte më shpejt kur Ana ishte pranë. Një ditë, ndërsa po ndanin një kafe në dhomën e ndenjes, një ndjesje e pazakontë u shfaq mes tyre. Ai e kuptoi dhe ajo gjithashtu. Një shikim i vetëm, një buzëqeshje e vogël, dhe bota e tyre filloi të rrotullohej në një mënyrë që asnjëri nuk mund ta shpjegonte. Esmeralda, si çdo vajzë që donte të shihte shoqen e saj të lumtur, nuk dyshonte për asgjë. Ajo ishte e lumtur që Ana kishte hyrë në jetën e saj, dhe David, për shkak të respektit për vajzën e tij, vazhdonte të përpiqej të fshihte ndjenjat që po lindnin. Por gjithçka ishte më e vështirë se sa dukej. Takimet e përditshme, bisedat e rastësishme dhe preokupimi i zakonshëm për çdo gjë që ndodhte në shtëpi krijonin një tension të padukshëm, por të ndjeshëm. Një pasdite, kur Esmeralda ishte në universitet, David dhe Ana mbetën vetëm në shtëpi. Ishte një moment i zakonshëm. Ai po lexonte gazetën dhe ajo po shfletonte disa libra në raft. Por në atë heshtje të zakonshme, diçka u ndjeu. Një kontakt i rastësishëm i dorës, kur u përpoqën të merrnin të njëjtin libër, ndezi një val të fortë ndjesish. Ana u tërhoq pak, duke kuptuar se diçka po ndodhte, por nuk kishte frikë. David, nga ana tjetër, ishte i ndaluar midis dëshirës dhe përgjegjësisë. Kjo ishte vetëm fillimi i një dileme që do të ndryshonte jetën e tyre të treve. Çdo ditë që kalonte, David ndjente se ndjenjat për Anën po rriteshin. Ai e dinte se kjo ishte ndaluar, por zemra nuk e dëgjonte gjithmonë mendjen. Ana gjithashtu ndjente një tërheqje që nuk mund ta shpjegonte, një ndjesi që e mbushte me tension, pasion dhe frikë njëkohësisht. Në ditët që pasuan, momentet e vogla morën një rëndësi të jashtëzakonshme. Një kafe e përbashkët, një shikim i gjatë, një prekje rastësishme. Çdo gjë ishte mbushur me emocione të ndaluara. David filloi të kuptonte se ishte në një rrugë pa kthim, por nuk mund të ndalte zemrën e tij. Një mbrëmje, kur Esmeralda kishte një mbrëmje me shoqet, David dhe Ana mbetën vetëm për pak kohë. Ata folën për gjithçka dhe për asgjë. Por biseda u mbush me heshtje të gjatë dhe ndjenja të pashprehura. Ana u kthye të shikonte David dhe, për një moment të shkurtër, pa diçka tek ai që nuk mund ta shpjegonte me fjalë. Një ndjesje përzier, trishtim, dëshirë dhe frikë. David e dinte se po kalonte kufit, por nuk mund të ndalte. Zemra e tij ishte ndaluar, një zog që donte të fluturonte drejt ndjenjave që nuk ishin të pranueshme. Ai e dinte se çdo veprim mund të ndikonte në marrëdhënien e tij me vajzën dhe të ardhmen e saj. Por një pjesë e tij nuk mund të heshte më. Kështu dita pas dite, ndjenja e tyre u bë më e thellë, më komplekse dhe më e vështirë për t'u fshehur. Ata ishin të kapur midis pasionit dhe përgjegjësisë, midis dëshirës dhe frikës.
Çdo moment së bashku ishte një sfidë ndaj ligjeve të moralit dhe ndjesive të tyre. Dhe çdo vendim mund të kishte pasoja të papritura. David shpesh u gjente duke menduar për Esmeraldën dhe për Anën në të njëjtën kohë. Ai e donte vajzën e tij me gjithë zemër, por ndjenja për Anën ishte e pazakontë dhe e fortë. Ai përpiqej të kuptonte se si mund të bashkëtonin këto dy botë, por sa më shumë përpiqej, aq më shumë ndjenja rritej dhe bëhej e pakontrollueshme. Ana nga ana e saj e dinte se nuk mund të zgjidhte situatën lehtë. Ajo ndjente një lidhje të veçantë me Davidin, diçka që nuk kishte ndjerë më parë. Por ajo gjithashtu e dinte se çdo hap mund të shkatëronte marrëdhënien e tij me Esmeraldën dhe jetën e tyre të përbashkët. Prandaj, ajo vazhdonte të fshihte ndjenjat e saj, duke i shfaqur vetëm kur ata ishin vetëm dhe kur bota nuk i shihte. Kështu filloi një lojë ndërlikuar e emocioneve të ndaluara, ku çdo shikim, çdo prekje dhe çdo fjalë kishte një rëndësi të jashtëzakonshme. David dhe Ana po përballeshin me një sfidë që nuk mund të shmangej. Dhe çdo moment që kalonte afronte ata më shumë drejt një realiteti që asnjëri nuk e kishte planifikuar. David nuk mund të ndalte mendimet që i përflaknin shpirtin natën vonë. Çdo herë që binte nata dhe shtëpia ishte e qetë, ai gjente veten duke menduar për Anën. Mendimet e ndaluara, ato që mendja e tij përpiqej t'i largonte, ktheheshin gjithmonë në mënyra të papritura. Ishte diçka më shumë se tërheqje fizike. Kishte një ngjyrë të veçantë tek mënyra se si ajo buzëqeshte. Një thellësi në sy që e detyronte të ndjente më shumë se sa duhej. Një pasdite, kur Esmeralda kishte dalë me shoqet për një kafe dhe David ishte vetëm me Anën në shtëpi, situata u bë më intensive. Ata po rregullonin disa libra në raft, kur duart e tyre u takuan përsëri rastësisht. Ah, më fal, tha Ana duke tërhequr dorën e saj. Por nuk mundi të shmangte një shikim të gjatë drejt Davidit. David ndihej i mpir për një moment. Një ndjesje e çuditshme i përshkoi të gjithë trupin. Nuk ka problem, thjesht nuk e prisja, tha ai, përpiqej të mbante zërin normal. Por brenda tij diçka po ndryshonte me shpejtësi të frikshme. Ata heshtën për disa sekonda. Heshtja nuk ishte e zakonshme, ishte ngarkuar me tension. Ana e kuptoi atë çast dhe një pjesë e saj u trem, por një pjesë tjetër e zemrës së saj ishte e lumtur, sepse ndjenja që kishte për Davidin nuk mund të mohohej më. Ditët kalonin dhe çdo takim i rastësishëm, çdo buzëqeshje, çdo dialog i thjesht rritej në tension. David e dinte se kjo ishte e gabuar, por nuk mund të kontrollonte emocionet që po lindnin. Ana po përjetonte të njëjtën ndarje të brendshme, dëshirën për të qenë pranë tij dhe frikën e pasojave. Një mbrëmje, David kishte vendosur të përpiqej të fliste hapur për atë që ndjente, pa dashur të krijonte probleme për Esmeraldën. Ana kishte ardhur për një vizitë të zakonshme për të parë Esmeraldën, por ajo nuk ishte në shtëpi. Shtëpia ishte bosh dhe heshtja mbulonte çdo gjë. David, unë nuk di si të them këtë, por Ana filloi dhe zëri i saj po dridhej pak. David u afrua pak më pranë. Ana, unë e kuptoj. Nuk dua të ndaloj të ndjesh asgjë, por kjo është ndaluar apo jo, tha ai duke përpiqur të qëndronte i qetë. Ana e pa dhe ju afrua pak. Po, është ndaluar. Por ndjenja është aty, nuk mund ta kontrollojmë. Një heshtje tjetër mbushi dhomën, por kjo heshtje nuk ishte e zakonshme. Ishte një heshtje që fliste më shumë se çdo fjalë. David dhe Ana e kuptuan njëri tjetrin pa folur. Ishin të kapur në një lojë ndjenjash që nuk ishin mundur ta shmangnin, por realiteti nuk mund të injorohej. Çdo ndjenjë e tyre e ndaluar vinte me pasoja të mundshme. David ishte babai i Esmeraldës dhe Ana ishte shoqja e saj. Çdo hap i gabuar mund të shkatëronte gjithçka. Ai përpiqej të kujdesej për vajzën e tij dhe për marrëdhënien që kishin, por zemra nuk ishte nën kontroll. Një ditë, ndërsa po shëtisnin në kopsht për të marrë pak ajër, David dhe Ana folën më hapur. David, nuk mund ta heq nga mendja, tha Ana, duke u përpjekur të qëndronte e fortë. Çdo herë që jemi pranë, ndihem sikur gjithçka ndalon rreth nesh. David u rrëzua pak kokën. Ana, unë ndjej të njëjtën gjë. Por është ndaluar, e di. Nuk mund ta lejojmë që ndjenjat të na çojnë në një rrugë që mund të shkatërrojë gjithçka. Ana e kuptoi, por nuk mund të ndalte zemrën e saj. E di, por ndonjëherë ndjenja është më e fortë se arsyeja. Nuk mund ta mohoj këtë. David e pa për një moment dhe kuptoi se gjithçka kishte ndryshuar. Zemra e tij nuk mund të rrihte më në heshtje. Një pjesë e tij ishte lumtur, sepse ndjenja për Anën ishte reale dhe e fuqishme, por një pjesë tjetër ishte friksuar nga pasojat.
Në ditët që pasuan, çdo moment i përbashkët ishte ngarkuar me tension dhe pasion të ndaluar. Ata përpiqeshin të qëndronin larg, por gjithmonë gjendeshin pranë njëri tjetrit, duke ndjer atë tërheqje që nuk mund të mohohej. Esmeralda, nga ana e saj, nuk dyshonte për asgjë. Ajo ishte e lumtur që shoqja e saj ishte pranë, dhe nuk e dinte se emocionet e tyre ishin duke u bërë gjithnjë më të komplikuara. David përpiqej të fshihte çdo gjë, por Ana shpesh e shikonte dhe ndjente një tërheqje të fuqishme. Një ditë, gjatë një mbrëmjeje kur vetëm ata ishin në shtëpi, Ana papritma se ka përceu frikën dhe e preku dorën e Davidit. Ishte një prekje e vogël, por e ngarkuar me emocione. David e ndjeu atë val të fortë dhe, për një moment të shkurtër, heshti dhe e shikoi thellë në sy. Ana nuk e di se çfarë do të ndodh me ne, tha ai, dhe zëri i tij ishte ngarkuar me emocione të ndryshme. Ana buzëqeshi pak, duke ndjerë një ngrohtësi që nuk mund ta shpjegonte. Nuk e di asun, por ndjenja është aty, David. Nuk mund ta mohoj më. Kështu dita pas dite, ndjenja e tyre u bë gjithnjë më e fortë. Ata ishin të kapur midis pasionit dhe përgjegjësisë, duke u përpjekur të kuptojnë se si mund të jetonin me këtë tërheqje që nuk ishte e zakonshme. Çdo moment i përbashkët ishte i rëndësishëm dhe i ngarkuar me emocione që sfidonin ligjet e moralit dhe normat e zakonshme. Në këtë kapitull të parë, David dhe Ana po përballeshin me një dilemë të madhe. Zemra dhe mendja po luftonin në mënyrë të pandalshme. Ata e dinin se çdo veprim mund të ndikonte në marrëdhënien e Davidit me Esmeraldën dhe në jetën e tyre të përbashkët. Por emocionet e ndaluara ishin tashmë pjesë e jetës së tyre. Në këtë moment, kapitulli i parë është i kompletuar në një version të zgjeruar, duke përfshirë tensionin emocional, dialogje dhe ndjenjat e ndaluara midis Davidit dhe Anës. Disa javë kishin kaluar që kur ndjenja e Davidit dhe Anës kishte filluar të shfaqej më hapur, por asnjëri nuk e kishte pranuar zyrtarisht ndaj vetes ose ndaj botës. Ata ishin të kujdesshëm, të përpikt në mënyrën se si sileshin përballë Esmeraldës, duke shmangur çdo shenjë që mund të zbulohej. Por çdo moment i heshtur dhe çdo prekje e rastësishme po bëhej më e vështirë për të kontrolluar. Një ditë, Esmeralda kishte ftuar Anën për të kaluar pasditën së bashku, duke mos ditur se tensioni midis tyre po rritej çdo ditë. David ishte duke punuar në zyrën e tij në shtëpi, por ndjenja e pranishme e Anës në dhomën e ndenjes e shqetësonte më shumë se sa donte ta pranonte. Ai vazhdonte të dëgjonte bisedat e tyre të qeshura nga dera e hapur, dhe një ndjenjë pazakonti përshkoi shpirtin, një kombinim xhelozije dhe dëshire. Kur Esmeralda shkoi të marrë një telefonat jashtë, Ana u afrua pranë Davidit për të marrë disa libra nga rafti. Ishte një moment i zakonshëm, por heshtja që mbuloi dhomën nuk ishte normale. Një tension i padukshëm po fliste përmes çdo shikimi, çdo lëvizje të vogël. David, më duket se gjithçka është kaq e çuditshme këto ditë, tha Ana, duke u përpjekur të fshihte ndjenjat që po përplaseshin brenda saj. David e shikoi nga një kënd i pasigurt, duke e kuptuar se asnjëri nuk mund të injoronte më atë tërheqje. Po, edhe unë e ndjej. Nuk di si të sillem pa krijuar probleme, dhe nuk dua që Esmeralda të dyshojë asgjë. Ana buzëqeshi pak, një buzëqeshje e mbushur me trishtim dhe pasion të ndaluar. E di, por ndjenja është e vërtetë. Nuk mund ta mohoj më, David. Një heshtje e gjatë ra mbi ta. Në atë heshtje dy botë po përplaseshin, njëra e ndaluar dhe njëra e zakonshme, e përditshme. Ata e dinin se çdo hap i gabuar mund të shkatëronte gjithçka, por zemrat e tyre nuk dëshironin të dëgjonin. Ditët vazhdonin dhe tensioni po rritej. Çdo bisedë me Esmeraldën ishte mbushur me ndjenja të fshehura. David përpiqej të ishte babai ideal, i qetë dhe i kujdesshëm, por brenda tij një stuhi po vazhdonte të rritet. Ana nga ana e saj po përpiqej të qëndronte larg, por çdo kontakt i vogël me Davidin e bënte të ndihej ndaluar dhe e dëshiruar në të njëjtën kohë. Një mbrëmje, kur Esmeralda kishte dalë për një ngjarje me universitetin, David dhe Ana mbetën vetëm në kuzhinë. Një pasdite e zakonshme u shndërrua në një moment të zjarrt pa e kuptuar. Ata po përgatinin çajin dhe u ndodhën pranë njëri tjetrit. Një prekje e dorës së Anës kur mori çajin e tij ndezi një ndjenjë të fortë brenda Davidit. Ana ndjej se po humbas kontrollin, tha David me zë të ulët, duke e shikuar thellë në sy. Ana u tund pak kokën, duke e ditur se e njëjta gjë ndodhte edhe tek ajo. Unë gjithashtu, David, por nuk mund ta pranoj këtë. Nuk mundemi të shkojmë më tej pa e kuptuar pasojën. David e kuptoi. Ai e dinte se pasojat mund të ishin të mëdha. Humbja e respektit nga vajza e tij, shkatërimi i besimit, dhe një ndarje që nuk do të shërohej lehtë. Por zemra nuk mund të heshte.
Një pjesë e tij ishte gati të thyente çdo barrierë për të qenë pranë anës. Ditët kaluan dhe çdo moment i përbashkët ishte i ngarkuar me emocione. Ata e dinin se nuk mund të vazhdonin të heshnin, por gjithashtu e dinin se nuk mund të shpejtonin. Një tension i fshehur po rritej, një tërheqje që u bë gjithnjë më e vështirë për të kontrolluar. Një mëngjes, Esmeralda u kthye papritmas nga universiteti dhe i gjeti David dhe Anën pranë njëri tjetrit në dhomën e ndenjes, duke folur për diçka të zakonshme. Por shikimi i tyre nuk ishte më i zakonshëm. Një ndjesje e çuditshme mbushi dhomën kur Esmeralda e kuptoi se diçka po ndodhte, por nuk mund të tregonte saktësisht çfarë. Çfarë po bëni këtu bashk? Pyeti Esmeralda duke buzëqeshur, por një dyshim i vogël po linte në sy. David u përpoq të qetësohej. Asgjë e veçantë, po përgatisnim çajin, tha ai, por zemra e tij po rrihte me shpejtësi. Ana buzëqeshi pak, duke e kuptuar situatën. Po, thjesht po përgatitim çajin, shtoi ajo. Por tensioni midis tyre ishte i dukshëm. Esmeralda, duke mos e kuptuar ende plotësisht, u tërhoq për të marrë librat e saj. Por një pjesë e saj ndjeu se diçka po ndryshonte. Ajo nuk mund ta shpjegonte, por ndjenja e papërshkruar po linte brenda saj. Një kombinim xhelozie dhe ndjeshmërie. David dhe Ana e dinin se situata po bëhej më ndërlikuar. Çdo ditë që kalonte, ndjenja e tyre po rritej, dhe çdo veprim i vogël mund të zbulonte gjithçka. Ata po jetonin në një rrjet ndaluar emocionesh, ku çdo shikim, çdo prekje dhe çdo fjalë kishte një rëndësi të madhe. Ky kapitull tregon se tensioni dhe dilemat morale janë duke u përkeqësuar. David dhe Ana po përballen me sfidën e tërheqjes së ndaluar, ndërsa Esmeralda fillon të ndjejë ndryshimin, pa e kuptuar ende plotësisht. Disa ditë pas atij mëngjesi, kur Esmeralda kishte ndier diçka të pazakontë në shtëpi, David dhe Ana po përpiqeshin të qetësoheshin. Ata e dinin se çdo gabim mund të zbulohej, dhe çdo moment i pakujdesshëm mund të krijonte pasoja të pakthyeshme. Por zemrat e tyre nuk ishin më nën kontroll. Çdo shikim, çdo buzëqeshje, çdo prekje e vogël po rritej në një tërheqje të pakapshme. Një pasdite, David kishte vendosur të punonte në zyrën e tij, ndërsa Ana ishte ulur pranë dritares, duke shikuar qytetin që shtrihej përtej. Dielli po perëndonte dhe rrezet e tij ndriçonin dhomën me ngjyra të arta. Ishte një moment qetësie, por një tension i brendshëm mbushte ajrin. David, tha Ana, duke u kthyer dhe shikuar thellë në sy. Ne nuk mund të vazhdojmë kështu, diçka do të shpërthejë së shpejti. David ul kokën dhe përshkoi fytyrën me duar. E di, por nuk mund të hesht më. Zemra ime nuk e lejon. Ana u afrua ngadalë dhe e preku dorën e tij. Ishte një prekje heshtur, e ngarkuar me emocione të pazakonta. Ne duhet të jemi të kujdesshëm, David. Esmeralda është e dashur për ty, nuk mund ta lëndojmë. Ai e shikoi me dhimbje. Unë e di, por çdo ditë që kalon, ndjenja bëhet më e fortë. Nuk mund të rri në heshtje. Papritmas, dera u hap dhe Esmeralda hyri në shtëpi më herët se sa pritej. Ajo mbante disa libra në duar dhe një buzëqeshje të zakonshme. Por diçka tek shikimi i saj tregonte një ndjesë të çuditshme. Ajo ndjeu tensionin menjëherë. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti ajo, duke ecur drejt tyre. Zëri i saj ishte i qetë, por një dyshim i vogël po ndriçonte në sy. David u ngrit shpejt dhe hoqi dorën nga Ana, duke e fshehur çdo shenjë të ndjenjës. Asgjë, thjesht po punonim diçka, tha ai, përpiqej të qëndronte normal. Ana buzëqeshi ngadalë dhe ngriti supet. Po gjithçka normale, shtoi ajo, duke mos dashur të shkaktonte panik. Por Esmeralda nuk e kishte ndier normale. Diçka tek mënyra se si ata ishin shikuar për një moment të shkurtër e kishte trazuar. Një ndjenjë e paqartë, një kombinim xhelozie dhe ndjeshmërie, po linte brenda saj. Ajo nuk e kuptonte ende çfarë ndodhte, por diçka po ndryshonte në marrëdhënien mes tyre. Ditët që pasuan, tensioni u bë gjithnjë më i vështirë për t'u mbajtur fshehur. Çdo moment i përbashkët ishte i ngarkuar me emocione, dhe çdo shikim i ndaluar po rritej në një tërheqje të fuqishme. David dhe Ana përpiqeshin të kontrollonin ndjenjat, por zemrat e tyre nuk dëshironin të heshnin. Një mbrëmje, kur Esmeralda ishte ftuar për një ngjarje me shoqet, David dhe Ana mbetën vetëm. Ishte një mundësi për të folur hapur për ndjenjat e tyre, pa frikë nga syri i dikujt tjetër. David, nuk mund ta mbaj më brenda, tha Ana, dhe zëri i saj po dridhej pak. Çdo moment me ty është i pamundur për t'u harruar. David e pa me një dhimbje të thellë. Ana e ndiej të njëjtën gjë, por çdo hap mund të shkatërrojë gjithçka, marrëdhënien time me Esmeraldën, jetën tonë. Nuk mund të bëjmë këtë gabim.
Ana ju afrua pak më pranë dhe shikoi thellë. Por ndjenja është aty. Nuk mund të mohohet. Çdo ditë që kalon, është më vështirë të heshtim. Një heshtje e gjatë mbuloi dhomën. Ishte një heshtje ngarkuar me tension dhe pasion, një moment që fliste më shumë se çdo fjalë. Ata e kuptuan se çdo ditë që kalonte, rrjeti ndaluar i emocioneve po bëhej gjithnjë më i pakontrollueshëm. Papritmas, një telefonat ndërpreu heshtjen. David e mori dhe zëri në të tjerën anë i përplasur si një val. Ishte një mikesh e Esmeraldës që kërkonte ta takonte me një herë. David u shqetësua me një herë. Çdo takim i jashtë mund të nxirrte në dritë ndjenja që ata përpiqeshin të fshehnin. David duhet të shkoj, tha ai, duke u përpjekur të qëndronte i qetë. Ana e pa dhe e kuptoi shqetësimin e tij. Mos u shqetëso, gjithçka do të shkojë mirë, tha ajo. Por në zemrën e saj një frikë e lehtë u ndez. Kur David doli nga dhoma, Ana mbeti vetëm, duke shikuar perëndimin e diellit dhe duke menduar për atë që po ndodhte. Ndjenja e saj për Davidin ishte bërë e pakontrollueshme. Dhe ajo e dinte se çdo moment i ardhshëm mund të shkatëronte gjithçka ose të ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. Në këtë kapitull, tensioni fillon të bëhet më i madh dhe rreziku i zbulimit rritet. David dhe Ana përballen me realitetin që çdo veprim mund të ketë pasoja, ndërsa Esmeralda fillon të ndjejë ndryshimin pa e kuptuar plotësisht. Dielli po perëndonte dhe drita e tij e ngrohtë përshkonte dhomën e ndenjes. David ishte ulur pranë tavolinës duke lexuar disa dokumente të punës, por mendja e tij nuk ishte aty. Çdo fjalë e Anës gjatë ditëve të fundit, çdo buzëqeshje e vogël, çdo prekje rastësishme e kishte trazuar shpirtin. Ai e dinte se çdo moment i vetëm me Anën ishte i mbushur me ndjenja të ndaluara. Por zemra nuk dëshironte të heshte më. Ana ishte në kuzhinë duke përgatitur një çaj të thjeshtë, por sytë e saj her pas here ktheheshin drejt Davidit. Ishte një shikim i heshtur, i mbushur me tension dhe ndjenja që ata përpiqeshin të fshehnin. Papritmas, dera u hap dhe Esmeralda hyri më herët se sa pritej. Ajo mbante disa libra në duar dhe një buzëqeshje të zakonshme. Por diçka tek shikimi i saj tregonte një ndjesi të çuditshme. Çfarë po bëni këtu bashk? Pyeti ajo, zëri i saj i qetë, por një dyshim i vogël po shfaqej. David u ngrit shpejt dhe hoqi dorën nga Ana. Përpiqej të fshehte çdo shenjë të ndjenjes së tij. Asgjë, thjesht po punonim diçka, tha ai, duke përpjekur të duket i qetë. Ana buzëqeshi ngadalë dhe ngriti supet. Po, thjesht po përgatitim çajin, shtoi ajo, duke mos dashur të shkaktonte panik. Por Esmeralda nuk ndjeu normale. Diçka tek mënyra se si ata ishin shikuar për një moment të shkurtër e kishte trazuar. Një ndjesje e paqartë, një kombinim xhelozie dhe ndjeshmërie, po linte brenda saj. Ajo nuk e kuptonte ende çfarë ndodhte, por diçka po ndryshonte në marrëdhënien mes tyre. Në ditët që pasuan, tensioni u bë gjithnjë më i vështirë për të mbajtur fshehur. Çdo moment i përbashkët ishte i ngarkuar me emocione, dhe çdo shikim i ndaluar po rritej në një tërheqje të fuqishme. David dhe Ana përpiqeshin të kontrollonin ndjenjat, por zemrat e tyre nuk dëshironin të heshtin. Një mbrëmje, Esmeralda e gjeti veten e vetme në dhomën e saj, duke u përpjekur të kuptonte ndjenjat e saj të papërshkruara. Ajo ndjeu diçka të pazakontë për Davidin dhe Anën. Një instinkt i çuditshëm i thoshte se diçka nuk ishte normale. Ajo vendosi të ndjekë atë ndjenjë. Kur hyri pa u vënë re në kuzhinë, pa Davidin dhe Anën duke biseduar ngadalë, duke shikuar njëri tjetrin me një intensitet të pazakontë. Ajo u ndje e ftohur dhe zemra i rrihte me shpejtësi. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti ajo, duke u përpjekur të mbante zërin normal, por dyshimi ishte i qartë. David e shikoi me një përzierje frike dhe fajësie. Esmeralda nuk është ajo që po mendon. Thjesht po flasim për disa gjëra. Ana u përpoq të buzëqeshte dhe të qetësonte situatën. Po, gjithçka është normale, tha ajo. Por shikimi i Esmeraldës nuk mund të mashtrohej. Diçka tek mënyra se si ata ishin afruar, mënyra si shikoheshin, tregonte diçka që nuk ishte normale. Një ndjenjë e fortë xhelozie dhe dyshimi po linte brenda saj. Ajo ndjeu një kombinim trishtimi dhe zemërimi të lehtë. Pas asaj mbrëmjeje, Esmeralda filloi të vëzhgonte çdo moment të Davidit dhe Anës. Çdo buzëqeshje, çdo shikim, çdo bisedë e vogël po merrte kuptim të ri. Ndjenja e saj u bë gjithnjë më e fortë, dhe ajo nuk mund të shmangte faktin se diçka po ndodhte midis tyre. Një ditë, kur David ishte duke lexuar në zyrën e tij dhe Ana po shfletonte disa revista prandritares, Esmeralda u afrua pa e kuptuar dhe e shikoi për një moment të gjatë. Shikimi i saj ishte i ngarkuar me dyshim dhe kuriozitet.
David, Ana ka diçka që nuk më po më duket e qartë, tha ajo, dhe zëri i saj ishte i qetë, por vendimtar. Dua të di çfarë po ndodh mes jush. David u ngrit ngadalë, duke ndjerë një stuhi ndjenjash brenda. Ai e dinte se çdo fjalë mund të shkatëronte gjithçka, por nuk mund të heshte më. Ana e shikoi, një pjesë e zemrës së saj u përplas nga frika. Esmeralda nuk është ajo që po mendon, por Esmeralda nuk donte justifikime. Instinkti i saj i thoshte të mos e linte këtë pa u sqaruar. Një tension i papar mbushi dhomën, dhe tre personazhet u gjendën në një situatë ku emocionet e ndaluara dhe të papërballuara po përplasnin realitetin me dëshirat e tyre. Në këtë kapitull zbulohet se dyshimi i Esmeraldës po bëhet i qartë dhe po rrit tensioni mes të treve. Një moment dramatik është duke u formuar, dhe çdo veprim mund të ketë pasoja të mëdha. Dita ishte ngrohtë dhe dielli përshkonte dhomën e ndenjes me rreze të artë. Esmeralda kishte vendosur të mos i lejonte më dyshimet të rriteshin në heshtje. Ajo po kërkonte përgjigje, një shpjegim që mund të qetësonte zemrën e saj të trazuar. Kur hyri në shtëpi, e gjeti Davidin dhe Anën duke përgatitur kafen e pasdites. Një heshtje e rëndë mbushi dhomën sapo ajo u afrua. Shikimi i saj ishte i vendosur dhe vendosmëria e ndjeshme. Ne duhet të flasim, tha Esmeralda me zë të qetë, por të prerë. Dua të di çfarë po ndodh midis jush. David ngriti kokën dhe e shikoi, duke ndjerë një valë të fuqishme fajësie dhe trishtimi. Esmeralda nuk është ajo që po mendon, tha ai, përpiqej të qëndronte i qetë. Ana u përpoq të buzëqeshte dhe tha: Po, gjithçka është normale, ne vetëm po bisedonim. Por Esmeralda nuk e pranonte më. Një pjesë e saj po ndiqte çdo shenjë të ndjenjes së fshehur. Ajo e kuptoi se diçka nuk ishte normale dhe instinkti i saj nuk gabonte. Nuk është normale. Ju nuk po flisni vetëm për libra apo çaj, diçka po ndodh dhe unë e ndjej. David u rrëzua kokën, duke u përballur me realitetin e pashmangshëm. Ai e dinte se momenti i të vërtetës kishte ardhur. Esmeralda nuk dua të lëndoj, por ndjenja mes meje dhe Anës ka ndryshuar. Kjo është ndaluar, por nuk mund ta mohoj. Ana ju afrua me lot në sy. Esmeralda e di që është e gabuar, por ndjenja është e vërtetë. Nuk mund ta fsheh më. Fjalët mbushën dhomën me tension dhe emocione të pazakonta. Esmeralda ndihej e shkatëruar, e trishtuar dhe e tradhtuar. Por gjithashtu e ngazëllyer nga kuptimi se emocioni midis Davidit dhe Anës ishte i pakontrollueshëm. Zemra e saj po rrihte me shpejtësi, duke e bërë çdo frymëmarrje të rëndë dhe çdo moment të peshonte. Si mund ta bënit këtë, ndërsa unë isha gjithmonë këtu, duke ju besuar të dyve? Pyeti ajo, zëri i saj duke dridhur nga emocionet e forta. David ju afrua dhe i mori dorën. Esmeralda, e di që është e vështirë të kuptosh. Nuk dua të humbas dashurinë dhe respektin tënd. Por zemra ime nuk mund të hesht më. Ana i dha një shikim ngushëllues, por gjithashtu të ndaluar. Ne nuk kemi dashur kurrë të lëndojmë, por ndjenja jonë është e vërtetë dhe nuk mund ta mohojmë. Esmeralda u ul në një karrige dhe përpiqej të përpunonte çdo fjalë. Ndjenja e tradhtisë dhe ngazëllimit përplasej brenda saj. Ajo nuk e kishte pritur kurrë këtë, dhe tani duhet të vendoste se si do të reagonte. Unë nuk e di çfarë të them, nuk e prisja kurrë këtë, por duhet të kuptoj se çfarë do të bëjmë tani, tha ajo duke shikuar të dy. David dhe Ana e kuptuan se çdo hap tani kishte rëndësi të jashtëzakonshme. Çdo vendim mund të ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. Ata e dinin se rrjeti i ndaluar i emocioneve ishte bërë i pakthyeshëm dhe çdo moment i arshëm kërkonte guxim dhe ndershmëri. Në atë moment, tre personazhet u gjendën përballë një realiteti që nuk mund të shmangnin. Emocionet e ndaluara, tradhtia e padashur dhe nevoja për të marrë vendime që do të ndryshonin jetën e tyre përgjithmonë. Pas përballjes së dhimbshme, një qetësi e pazakontë mbushi shtëpinë. Esmeralda kishte vendosur të qëndronte e hapur dhe të përballej me emocionet e saj, ndërsa David dhe Ana po përpiqeshin të gjenin një mënyrë për të qenë të ndershëm dhe të kujdesshëm ndaj saj. Unë e kuptoj tani, tha Esmeralda një pasdite, duke ulur pranë Davidit dhe Anës në kopsh. Ju ndjeni diçka të veçantë për njëri tjetrin dhe nuk mund ta mohojmë, por dua të jem pjesë e jetës suaj, jo të ndjehem e përjashtuar. David e pa me një buzëqeshje të lehtësuar. Esmeralda, faleminderit që je kuptueshme. Të dua shumë dhe nuk dua të humbas asgjë mes nesh. Ana ju afrua dhe e mbajti dorën e saj. Dhe unë të dua, Esmeralda. Kjo nuk ndryshon dashurinë që kam për ty si shoqe, por gjithashtu nuk mund të mohoj ndjenjat e mia për Davidin. Një buzëqeshje ngrohtë u shfaq në fytyrën e Esmeraldës.
Atëherë le të fillojmë nga e para me ndershmëri dhe dashuri. Nuk ka më fshehje, asnjë frikë. Ditët që pasuan ishin të mbushura me biseda të hapura, momente qetësie dhe një respekt të ri midis tyre. David dhe Ana mundën të shprehnin ndjenjat e tyre pa frikë, ndërsa Esmeralda u përpoq të kuptonte dhe të pranonte ndryshimet. Një mbrëmje, kur dielli po perëndonte dhe qielli u ngjyros me nuanca të kuqe dhe portokalli, ata u ulën së bashku në verandë. Një ndjenjë paqeje mbushte ajrin. E di që jeta nuk është gjithmonë e lehtë, tha David duke i mbajtur duart e Anës dhe Esmeraldës. Por kur jemi të ndershëm me njëri tjetrin, gjithçka bëhet më e bukur. Ana buzëqeshi dhe shikoi Davidin me dashuri. Kjo është e vërtetë. Dhe tani mund të jemi së bashku pa fshehje, me respekt dhe dashuri. Esmeralda i mbajti duart e tyre dhe ndjeu një ngrohtësi të veçantë. Unë jam e lumtur që jemi të tre së bashku. Nuk është e zakonshme, por është e bukur. Dhe kjo është e rëndësishme. Në atë moment, ata kuptuan se dashuria nuk ka gjithmonë forma të zakonshme. Por ajo që ka vërtet rëndësi është ndershmëria, respekti dhe pranimi i ndjenjave të njëri tjetrit. Një fillim i ri po linte për të tre. Një marrëdhënie e veçantë, e ndërtuar mbi dashuri dhe besim. Drita e perëndimit të diellit mbuloi fytyrat e tyre, dhe buzëqeshjet e tyre ishin të sinqerta. Tani mund të shijonin jetën së bashku, pa fshehje dhe me zemra të hapura. Një fund i lumtur, ku dashuria dhe respekti triumfuan mbi frikën dhe dyshimet.